Fenomeni i vjedhjes së kapakëve të pusetave në bulevarde apo trotuaret e qytetit tashmë është bërë i zakonshëm. Siç duket edhe nga pamjet, kudo në qytetin e Krujës të zënë syt puseta të hapura, të cilat rrezikojnë së tepërmi jetën e banorëve, sidomos në orët e natës. Sipas banorëve të zonës, janë me 10 raste në të cilat automjetet dhe kalimtarët kanë qenë viktime atyre pusetave të hapura në mes të rrugës. Persona të papërgjithshëm i vjedhin natën kapakët e pusetave me qëllim shitjen e tyre për skrap. Kanë makina mërë, kanë njerëz mërë, kanë gjithë, si kanë murë atë kapate pusete, këtë si s'ka asë kapak pusete këto. Kanë murë e kanë qurë për skrap, atje në shqitë në qendër grumullimi, në shqitë gjithë. Kanë vjedhë këtë pusetat, këtu mirë se po bimë për natë vetë, po i marrë shesin për skrap, fëmijët po na binë mrenë, këto është shëtitore, era keqe, të shti nuk e di, po i shkojmë bashkia thotë s'kina që me bo. Esh nga ke situatë, sepse ke puset si to, ke qyrgur ka bo rruga, ke s'ka pas. E ka mëllon 2 herë me betona, e ka thyr kamionat. Policia asnjëherë nuk ka mundur t'i arrestojë autorët përgjegjës, edhe pse fenomeni tashmë është kthyer në një rrezik edhe shqetësim serioz për banorët.